Jo tash. Ky shoku ton Ermali do të bëjmë një këngë tjetër në një bashkëpunim tjetër, si kënga nuk e meriton sepse ky e ka kështu domethënë me atë hapësyt në mëngjes, me atë flenë dark. Me atë këngë se edhe ky ka historitë e veta. Dhe ky paguan 50.000 euro deri në 50.000 euro të dyve. Të bëjmë një klip në Amerikë, në New York, në nga do gradaçelat e New Yorkut, thotë domethënë paguaj kaq shumë për të jemi në Manhattan. Dhe do që skenat intime me vajzën me ka një supermodele ky. E ka Mike. Bashketon me atë po, këtë supermodelen thotë që se ti that je i ri thotë ty ndonjë bëj xhelos thotë, dua që skenën e nxehtë të klipit ta bëj Vaska thotë. Skenën intime. E kuptoj. Sepse me ty është pazarar dhe ti nuk keq kuptohesh edhe është normal domethënë. Tash ti zarari ti po jo në klip, këtu është ideja. Unë kam super ti. Ore, po i zarari sot. Po kam Dëgjoj tash se kemi njerëz tu, se nuk kemi vet. Nuk jam sy ty. Tashi ti pranon që skenën intime me këtë vajzën modelen Mikeshën e Ermalit ta bësh ti? Sepse ky do që ta bësh ti, kupton? Tashi skenën s'themi të bësh dashuri, të bësh seks ore. Po, diku me roba, siç mendon ti diku me roba banje për shemb në një moment intim mund të jesh në ishtrir për shemb, nuk kupton? Duke përqafuar, po çfarë do bësh tash? Çfarë do bësh? Do bëjmë tash akarete, thagma. Do t'i bëjmë, pse mos i bëjmë? Neve artist jemi tek e fundit. Po pik. Do t'i marrë ti zonjës lej, do t'i thua kështu. Po do t'i marrë se s'bën, se po zdeshi ajo. Tot pasaj, se na le tani breqeri dhe bajti pasaj, meru vesh. Po kush të le ty bre, ti ore. Ti e në rinik e që në endre çdo vjere.